vetë aktualizuar, siç themi, vetë me veten e vet, apo i respektuar në botën sociale, por në botën e tij të brendshme mund të ketë hapësira të cilat janë të shtrëmbura, që i themi ne, dhe të cilat ai përpiqet t'i mbulojë ose t'i përmbush në mënyra të cilat janë pak të fshehura. Dhe këto që ne i shikojmë sot me ngacmime, me abuzime, të gjitha vijnë si pasojë këtij personi që këto nevojë nuk ka arritur t'i përmbush në mënyrën e duhur, që mund të jenë të shtyra pak edhe nga morali, sepse ne kemi tre gjendje të psiqikës tonë. Pra kemi edhe atë superegun që vetë komuniteti na e shtyp dëshirat tona, të cilat mundemi të funksionojmë në jetë sociale. Ndryshe të gjithë ne do operonim me nevojat bazike. Pra më vjen mua dëshirë të bëj diçka dhe unë e bëj. Por jo, sepse me kalimin e kohës unë jam edukuar që këtë dëshirën ta përmbaj, të mos e bëj. Disa njerëz nuk e bëjnë publikisht, por e bëjnë në mënyra të fshehura kur ju jepet rasti, dhe një prej këtyre janë dhe këta individ. Edhe kjo është një mënyrë shumë interesante për të kontrolluar edhe figurën tënde publike. Merr vajzën e re, vajzën që ka ardhur, vajzën që si e njerëz, ka ku të flas, ka çfarë të bëj, dhe ti mbaron çfarë do dhe ke lloj sigurie se sa ta bësh të gjë me njerëz që mund të jenë më të rrezikshëm, që mund ta gjejnë. Prandaj dhe i zgjedhin, domethënë, dhe raste të cilat ata mund të shfrytëzojnë për dëshirat e tyre të shtypura në mënyrë sociale, por individuale i kanë shumë perverse.